Korea dhe Bledi Gonçe ka qenë pjesë e grupit negociator. Dasha Mirshi ka qenë aty. Sali Berisha e dërgoi grupin përfaqësues për ta shmangur për shkallëzimin e konfliktit. Pra, njerëzit që e njohin këtë histori ekzistojnë. Atëherë pse është Shqipëria? Ajo që më kanë trondittur edhe më shumë është se vetë dokumentet e datës 26 shkurt, vitit 1991, tregojnë se disa studentë shprehin, bëm gabim dhe historia do të na dënojë. Të tjerë thoshin, veprimi i shkollave ushtarake nuk është i drejtë, është vlavrasës dhe sjell përçarje në popull. Madje vetë ushtarakët ankoheshin se nuk i pranonin në përdyqane, nuk i shërbenin më posta dhe se ishte i krijuar një klim shumë e rëndë rreth shkollës ushtarake. Pra ata vetë e kishin kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Populli kishte folur, por historia eshtur. Dhe unë kam drejt pyes, pse për 35 vite u fol më shumë për liderat se sa për viktimat? Pse u fol më shumë për tribunat se sa për taket? Pse u fol më shumë për negociatorët se sa për Artur Dakën? Dhe kam drejt të dyshoj, sepse shumë prej figurave historike të asaj kohe vazhduan karrierën, sepse qeverinë ndryshuan, por shumë emra mbetën, sepse në dokumente janë emrat e Ramiz Alis, Adil Çaçanit, e Kurani Saj, Kiço Mustaqit, sepse raportimet e ministrive të punëve të brendshme mbajnë firmën e Gramoz Ruçit, sepse për 35 vite kundërshtarët bashkëtuan parlament, dhe ndërsa familjet tona jetonin me plagën e humbjes, Shqipëria jetonte me plagën e arresës. Madje në vitin 2025, në kuvendin e Shqipërisë u rikthye deri edhe turpi i titujve diktatorës për Enver Hoxhën. Edhe unë sot ju pyes, si guxoni? Si guxoni t'i kujtoni titujt e diktatorit, ndërkohë që 15 dëshmorë dhanë jetën dhe qindra u plagosën, e mira u burgosën e internuan dhe u harruan qëllimisht. Kërkoj të vërtetën se historia nuk është pronë as një partie dhe qaku Artur Dakës nuk është as i majtë dhe as i djathtë. Prandaj, për 35 vite pyetja ime mbetet e njëjtë. A harroi Shqipëria 22 dhe 23 shkurtin? Apo të kush u kujtes që të harroi historia? Rama në burg, Berisha në burg! Rama në burg, Berisha në burg! Ftoj një profesor historie të flasë, të japi dhe ai fjallën e tij. Për shëndetje rinia më e bukur në botë! Kam folur në këtë shesh në ditën e 7 dhe sot nuk kanë derë më të madhë se sa më bëjnë ta të rinjë t'jem pjesë e tyre. Prandaj kam 2 falenderime. Dua t'ju falenderoj nga thellësia e shpirtit për energji, inteligjencën e treguar në këtë moment historik që keni treguar këtu në shesh duke qëndruar të bashkuar pavarësisht dallimeve me njëri tjetrin dhe provokimeve nga të tjerët. Një falenderim të madh kam për ata kolegë që sot janë midis nesh dhe u bën një thirrje të gjithë kolegëve të tjerë të vrasin frikën, të vijnë këtu në shesh dhe të bëhen pjesë e historisë me nxënësit dhe studentët e tua. Kam 2 mesazhe për politikën e kalbur dhe servilat e tyre që po mundohen të krijojnë diversion në këtë protest kaq madhështore. Në këtë shesh ka të mëj, të djathtë, të qendrës, me parti, pa parti, ka të rinj, të vjetër, nëna, babalar, fëmijë, që i bashkon vetëm një kauzë madhe, kombëtarizmi. Prandaj mos u lodhni më të qeni organizatorët, sepse secili prej nesh është organizator këtu. I them zonjës Kos, ti
ti mund të marrësh garanci nga kjo qeveri, nga kjo klasë politike, dhe por ka diçka që e ka ruar. Ne qytetarët e Shqipërisë kemi vendosur të agrisim kontratën 36 vjeçare me këtë klasë politike, të shtur që garancin nuk vren. Mesazhi i dytë, pavarësisht se çdo përpjekje për ta kapur të moment historik nga çdo krah politik, inteligjenca e kësaj rinie është më e madhe se sa ju mendoni. Teorisë, dorëheqe, 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 teorisë se të gjithë jemi bashkëfajtor dhe bashkëvuajtës, i ka ardhur fundi! Sot u duk qartë kush është bashkëfajtori. E bashkëfajtori është kjo klasë politike. E bashkëvuajtës jemi ne këtu të gjithë. Dhe ne si bashkëvuajtës kemi vendosur për t'i larguar përfundimisht të gjithë ata që për një ditë të vetme kanë pasur mundësi të vendosin për drejtimin e këtij vendi, pa përjashtim. Dhe po e mbyll me thirrjen e Erlisit vogël që më ka emocionuar jashtëmase. Shqipëria e shqiptarëve, Shqipëria e shqiptarëve, jeni rinia më e bukur në botë. Faleminderit. Shqipëria e shqiptarëve, Shqipëria e shqiptarëve, Shqipëria e shqiptarëve. Tani do flasë Fatjoni, një nga djemtë që është thirrë tek policia për protestat. Përshëndetje Shqipëri, si jeni? Po, si shta djali, po procedohemi në gjendje të lirë për marshimin që ka ndodhur përpara 2 ditësh. Prisni, ju lutem. Janë disa gjëra që i mendoj që dua t'i ndaj me ju. Ka shumë njerëz që thonë që ai marshim i gjatë ishte i gabuar dhe kanë gjithë drejtën e Zotit për ta thënë. Ama ka shumë sime që mund nxirren nga ai marshim. Se si qeveritarët me shpejtësi thanë që populli u mashtrua. Po, populli u mashtrua. U mashtrua nga ju, këto 35 vitet e fundit. Ishin me mira veta që marshuan 15 kilometra deri në orën 2 të natës. A e kuptojnë do të qeveritarët e sa në majtë tundës u ka ardhë njerëzve apo jo? Ishin me qindra makinat blokuara në anën tjetër, edhe gjithë shoferët dhe pasagjerët kishin dalë nga makinat dhe broarisnin. Atyre ju ndreprem punët. Po pra, pa e kuptojnë do të qeveritarët e sa në majtë hundës ju ka ardhur apo jo. Njerëzit kishte gjyshe atje. Nuk mund të themi që ishin militant. Kishte gjyshe, kishte vajza, kishte djem, kishte burra që vendosen që të marshonin. Ama prap ju them që edhe ata që janë kundër prap kanë shumë drejt. Ka shumë njerëz që thonë që fonia duhet hiqet. Edhe ata kanë drejtën e tyre. Ama ju them që prezenca e mediave vendase dhe ndërkombëtare duhet jetë e fortë. Edhe me heqjen e fonisë, kjo që do të degradohet aspekt të prezencë. Ky është mendimi im. Ka shumë njerëz që mendojnë se ndihen pa përfaqësuar, që vinë flasin edhe ndoshta nuk e bie radha për të folur. Unë sugjeroj një mënyrë shumë të lehtë. Mundet fare mirë që studentët me një kuti të madhe të kalojnë një nga këto ditë të gjithë ju, edhe të mbledhin letrat me shkrim dore me mendimin tuaj,
se si doni ju që kjo protest zhvillohet. Edhe jeni, si dikur në 91-shin, në garanci të studentëve, që do bëjnë një numërim të drejtë. Edhe unë për vete ju besoj plotësisht. Neve i kemi treguar të gjithë botës se si ne din protestojnë. Çuditet bota se 100.000 njerëz lëvizin bashkë dhe askush nuk shqetëson asnjëri tjetër. Ne mund t'i tregojmë prapë të gjithë botës se si ne votojmë edhe se si ne numërojmë votimet edhe jo si bëjnë ta hajduta këto 100 vitet e fundit. Një gjë ky popull e di shumë mirë. Nga populli që dje nuk njihte shpresën, sot ka lindur populli që sot nuk njeh më frikën. Përshëndetje të gjithëve. Shohem Elvis Peshku dhe jam student i biologjisë dhe përfaqësues i studentëve të biologjisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Tiranës. Sot me ju duhet të ndaj dy probleme. Problemi i parë si një biolog është shkatrimi i natyrës. Sot natyra në Shqipëri po kërcënohet në të gjitha zonat. Jo vetëm biosfera është kërcënuar në Shqipëri, po është kërcënuar edhe Valbona, Lura, Kepi Rodonit, Lumi Fat, Lumi Shkumbin, Mali Tomorit, e të gjitha zonat e mbrojtura të cilat janë vjedhur janë shkatruar. Sot neve të gjithë do të ngrejmë zërin për këtë gjë, sepse të parët tanë ne ka lënë trashëgimi që neve ta mbrojmë natyrën. Do të kujtojë Naim Frashëri, i cili me poezinë e tij, Pagëti e Busi, kujton natyrën e mrekullueshme që shqiptarët kanë. E për këtë natyrë neve do të jemi krenarë. Gjithashtu do të kredi një qetësim të cilët shumë studentë e kanë hasur. Fatmirësisht pedagogët e mi kanë qenë shumë mirë kuptues edhe kanë qenë mbështetës të kësaj proteste. Ata i kanë takuar këtu, ata janë këtu mes nesh, dhe ngrinë zërin jo vetëm për natyrën, po për të gjithë padrejtësitë që bëhen. Po fatkeqësisht nuk janë të gjithë pedagogë kështu. Ka dhe pedagogë që kërcënojnë studentë që do i ngelin nëse dalin protestë. Pra unë po i thirrje që nëse ata kërcënojnë studentët, ne të gjithë do dalin për të mbrojtur ata. Do të jemi të gjithë bashkë për mbrojtje studentëve dhe kauzën tonë. Shqipëria e shqiptarëve deri në trave. Përpara se largohem, do të bëj një nderim për flamurin që këtu poshtë, për flamurin e UÇK-s, të cilat të shmorët UÇK-s, jo vetëm të Kosovës, po dhe të Shqipërisë e Maqedonisë derdhën qark për të çliruar. Këto vit dita që ne neve të çlirohemi.